zhvesh Aleksandr Vučićit nga planet e tij të errta. Dhe me rastin Banjska, pas dështimit të saj, si rast, duke i falendëruar forcat të sigurisë të Kosovës, e mendoj që veçanti ish ushtarë të ushtrisë qëllimtar të Kosovës, që ishin pjesë e policisë, të trajnuar mirë, jenë zbrapsër. Dhe si rast i tillë, unë nuk presin e të ardhme të ndodhë ngjajshëm sikurse Banjska, sepse çdo veprim mbrana territorit të Kosovës do t'i faturohet Aleksandr Vučićit dhe pastaj bashkësia ndërkombëtare e ka shumë ma lehtë. Po sa të merren seriozisht këto fakturimet e veprimeve të tilla, kur sot e kemi Radojčić brenda territorit të Serbisë të lidhë dhe me një forcë prej 10.000 personash. Po, kjo është e rëndësishme, se ndjes që s'kam qenë me kohë, nuk e di eksperti Bedriva e ka sqaruar. Tash luftën Aleksandr Vučići e ka orientuar mbrana territorit vet, sepse protestat e fuqishme, njerëz të fuqishëm edhe mbrana strukturat shtetit Serbisë janë në heshtje në anën e protestuesve. Prandaj e ka frikën që do ta gjej sikurse Çaushevskin, ku ne e mbaj mend me ekspertin Bedriun, se çfarë ka ndodhur. Unë edhe ne të ardhme jo të afërt nuk pres që Vučići të bie nga pushteti, sepse i tërë mekanizmi është në duart e tina. Prandaj ai nuk e dorëzon Radojčićin, sepse ai është eksponenti kryesor që i kryen urdhrat ndaj Aleksandr Vučićit. E qartë, dhe zotri Elezi, ne kemi diskutuar për çështje të ndryshme, sidomos për çështjen e rezervistëve, gjithashtu kemi diskutuar për çështjen e veteranëve të luftave të Ballkanit, por do ndalem me theks të veçantë tek kjo trup mercenare që mund të shërbesi forcë paramilitare brenda Serbisë. Zotri Islami, jo rastisht e ceku, pak a shumë e lidhi këtë edhe me problemet e brendshme pra të Serbisë. A ka mundësi që kjo makineri e Vučićit të përdoret kundër protestuesve? Pra, Vučić pak a shumë po e ndjen se po vjen lufta civile dhe duke pasur parasysh se nuk kanë empati ndaj atij populli, një forcë mercenare ka vendosur që pikërisht në këtë moment t'i ketë edhe ata pjesëtar brenda territorit. Dy gjëra duhet të kemi parasysh. Derisa ne konstatojmë faktin që brenda Serbisë është leju stërvitja e paramilitarëve, para ushtarakëve të Rusisë për çështje operacionale të caktuara, atëherë duhet ta kemi parasysh që Rusia e ka në dispozicion Serbinë për ta përdorur për ta avancuar me angazhimet e saj të sigurisë në drejtim Gradishut Ballkanik apo Bashkimit Evropian. E dyta që e thatë ju saktësisht, me 4 maj, edhe ne duhet përmend, me 4 maj ka qenë momenti kur Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë reaguar në mënyrë drejt për drejt për ta parandaluar një zhvillim lufte mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe këtë e ka përmend 4 maj 2025 dhe këtë e ka përmend presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, kur dihet saktësisht që njësitë veçanta dhe një numër i madh i këtyre stërviturve nga Federata Ruse ishin në fakt të përfshirë, kishte edhe disa nga Bielorusia, ishin nisur në drejtim të kufeve të Kosovës dhe në reagimin e shpejtë që kishte bërë Shteti Bashkuar të Amerikës e kishin parandaluar realisht një zhvillim të tillë dhe kish pas një lloj dakordësie, mund të themi që minimalisht zhvendoset ajo ekspedita që ishte nisur në drejtim të Kosovës dhe SBA-ja ka përmendur. Pra, Kosova ka pas të sulmohet me datën 4 maj pas një analizët të zotri Bedri Elezit të dhëna të cilat i ka grumbulluar deri më tani. Për çfarë njësitë po bëhet fjalë? Kush do të na sulmonte? Çfarë ka qenë teknologjia atyre? Sa ka qenë numri i personave? Po, ajo që është në njohuritë e mia bëhet fjalë për dikon mbi 20.000 pjesëtar të cilët besohet që kanë qenë edhe pjesë të grupit të Radojčićit, persona të cilët kishin kryer trajnime edhe më herë afër kufirit të Republikës Kosovës dhe persona të cilët janë trajnuar nga angazhime speciale të forcave ruse, përfshi këtu edhe disa, domethënë kontingjente të ushtrisë serbe, të cilët më pas nëse e keni pa ju kujtohet dhe nëse i merrni edhe një herë i bani double check, domethënë informacionet në lidhje me shkarkimet që ishin bërë në ushtrinë e Serbisë nga Beogradi zyrtar, e shihni se si ishte një momentum ku rrezikoi eventualisht rrjedhja e informacionit? Jo vetëm rrjedhja, por kishte një përgatitje për ta bërë grushtet në Serbi dhe ky zhvillim dhe bashkëpunimi i
inteligjencës së Serbisë me Rusin, arritën që me parandalu atë situatë dhe se gjithë fokusi pasaj ishte drejtuar në drejtim të Kosovës për reagimi shpejt i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Informacionin kohë që kishin inteligjencë amerikane e parandaloj, por që në fakt nuk e kalu rreziku. Ju e dini që akoma në fjalorin e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës është çështja e situatës rënd të sigurisë në Ballkan dhe në Kosovë, dhe gjithashtu janë bërë disa vrejtje, apo mund të them